Dy migjoba janë vendosur në 10 ditë e para të muajit prill nga policia rrugore në drejtorinë vendore të policisë së qarkut të Vlorës. Bëhet fjalë për shkelje administrative nga drejtuesit e mjeteve, kryesisht për mosvendosjen e ripit të sigurimit, për përdorimin e alkoolit gjatë drejtimit të automjetit, por dhe masa të tjera administrative të ndërmarra nga policia e qarkullimit rrugor. Vetëm gjatë ditës së dieshme ka patur një sër kontrollesh të kryera nga kjo e fundit në akset kryesore të qytetit të Vlorës për të parandaluar çdo lloj problematike apo aksident të mundshëm që mund të vi nga drejtuesit që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor në qytetin e Vlorës. Në 10 ditë e para të muajit prill, rreth 2000 masa administrative të regjistruara nga policia rrugore në Vlorë. Masa administrative të vendosura për shkelje të ndryshme nga drejtuesit e automjeteve në qytetin bregdetar. Masat janë përcaktuar për mosvendosjen e ripit të sigurimit, drejtimi i automjetit nën efektin e pijeve alkolike, por edhe masa të tjera me qëllim parandalimin e aksidenteve të ndryshme rrugore. Kontrollet e policisë rrugore në drejtorinë vendore të policisë së qarkut të Vlorës gjatë kësaj periudhe janë shtrirë në gjitha akset në brendësi të qytetit, por edhe në ato hyrëse dhe dalëse në Vlorë. Kontrollet të shumta janë kryer edhe gjatë mbrëmjes së premtes në qytetin bregdetar, ndërsa gjithçka edhe në kuadër të masave të ndërmarra në prag të sezonit turistik në qytetin e Vlorës.